Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me temën si të veproni me ënën e plot në akrep, e cila është në 12 maj. Ajo që unë dua t'ju tregoj në këtë video është që të kuptoni dhe të dini se 70% është vetëdije, se si ne na ndihmon në nahën, por ndërkohë edhe të arrini, për të cilën unë nuk do ta them në këtë video, se mua më zjaten shumë videot, është që si të veproni. Unë kam bërë video në lidhje me edhe si të falni, sepse është çelësi kryesor për të arritur që të lirohemi nga energjitë e bllokuara, me qëllim që të rritemi, pra të rrisim energjinë, të rrjedhë energjia si ujë, por ndërkohë edhe ka të bëjë edhe minjoja, falenderimi, për të cilën me të vërtet na ndihmojnë që ne të arrijmë në veten tonë të lartë. Pra të arrijmë në atë përse shpirti na zgjodhi ne dhe na solli këtu ku jemi sot, duke dëgjuar videon dhe duke u shëruar së bashku, duke u rritur së bashku, duke u transformuar së bashku dhe duke jetuar që të jetë së bashku të lirë në vllazëri, në barazi. Kjo do të na sjelli me të vërtetë bukurinë e jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe këtë temë unë do ta ndaj në dy pjesë. Në pjesën e parë do të tregoj se si ndikon energjia e ënës së plot në akrep tek ne, por ndërkohë edhe në zonën e saj, sepse është shtëpia me numër 8, që e kemi që të gjithë në grafikun tonë, dhe në këtë rast që të gjithë ju duhet të dini që ne do të kalojmë të 12 temat e hënave për të arritur me të vërtet në atë që të shërohemi nga çdo gjë që nuk na shërben dhe të vazhdojmë të jetojmë jetën me dëshirat dhe ëndrat tona, jo vetëm ajo që është kryesorja, ne arrim që duam veten, dhe kur ne duam veten, ne kemi hapur dyert e bukurisë së jetës përreth nesh dhe për të gjithë globin tonë. Kuptoni që unë do të filloj me energjinë, për të cilën para se të tregoj, pra të flas në lidhje se si ndikon energjia, pra e akrepit, e ënës plot në akrep, tek ne është që kjo hënë e majit quhet ndryshe dhe hëna e lulëzimit, hëna e rritjes. Dhe mos ju bëj çudi që me të vërtet është hëna, pra që në këtë kohë është bari, është jo vetëm që është rritur, por është dhe krahasitur. Po kështu gjelbrimi në të gjitha, biles edhe lulëzimi si lulkuqet, nëse keni dilni në rrugë apo në bar, ato si quhet kamomili, pra çdo gjë, edhe jo vetëm kaq, po ndoshta keni parë bebat që dalin nga folet e tyre, qofshin të insekteve, apo të shpendëve, apo të kafshëve, pra pjelloshmëria, pra është vetë pranvera, është frymëzimi, dhe është sigurisht kjo ndikon dhe tek ne, dhe në këtë rast kjo hënë e plot në akrep ka një energji të fuqishme që e ndjeni që të gjithë, që është, pra ndjeni që keni arritur në tokë dhe jeni të frymëzuar për të bërë atë që shpirti juaj ju drejton. Gjithsesi, këtë kuptoni që kjo ndikon shumë tek elementi i tokës dhe tek elementi i ajrit, i ujit, dhe në këtë rast ju e dini që toka është demi, pra që është elementi i tokës është demi, është virgjëresha, është edhe bricjapi, ndërkohë që elementi i ujit janë shenja e gafores, e akrepit, por edhe e peshqve. Sigurisht, ju tashmë dini që
edhe kjo ndikon që e ndjen më shumë nga ana emocionale këto shenja, por ne jemi që të jetë të ftuar, pra ndihet tek të gjithë shenjat. Ajo që duhet të mbani shënim është që merrni një ditar, sepse duke të kuptoni që kjo ka një energji të fuqishme dhe ju përgatit ju që të jeni të vetëdijshëm. Nëse ju e ngrini kokën edhe gjatë ditës, mund ta shihni ënën që është e bardhë, pra është e bardhë, por është në rritje, pra e shihni, por është në rritje. Dhe sot që po publikoj këtë video, ëna është ka atë që ju kërkon me të vërtet, pra të trajtoni gjërat që ju keni akoma, pra të ecni në rrugën tuaj, dhe të trajtoni gjërat për të cilën ju keni nevojë akoma, për atë që shpirti ju ka sjell, pra të qëndroni në kursin tuaj. Për një pjesë mund të jetë përmirësimi juaj, ose përshtatja, pra varet sipas asaj që ju ndjeni, por në fund të fundit keni një ndryshim, keni një lloj, e ndjeni veten që ndjeni më mirë. Tash dhe njerë, gjithsesi varet nga ajo që sipas kohës për të cilën ndodheni, pra që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini, e ndjeni se çfarë ju sjell trupi, çfarë ju sjell pra në momentin prezent trupi juaj, kur ju me të vërtet jeni dorëzuar shpirtit tuaj. Pra dorëzimi i shpirtit është që ju jeni të lirë, dhe në këtë rast mos ju çudi që jeni duke dëgjuar, sepse jeni dorëzuar shpirtit. Tjetër të kuptoni që kjo hënë e plot kur të vi, është që kërkon o gjithçka o asgjë. Pra është gjithmonë hënat e plota, 3 ditë përpara dhe 3 ditë mbrapa japin efekt, pra ju i ndjeni më shumë, dhe atje ajo që të vjen në momentin prezent, qoftë në kokën tuaj apo në brendësitë të trupit tuaj, është me të vërtetë që ju vjen dhe që ndjeni emocionalisht, pra të ngarkuar, që ju shqetëson, do të thotë që me të vërtet ajo është që ju duhet jeni të vëmendshëm dhe të liroheni, pra për të kuptuar dhe më mirë, me qëllim që të lirohemi nga çdo pengesë, me qëllim që edhe energjia jo të rritet. Dhe atje ku e ndjeni dhimbjen, atje është mos u ankoni, nuk keni asgjë, është thjesht që ju po rriteni, pra jeni duke u rritur, dhe prandaj ndjehet dhe dhimbja. Dhe të mësoni që ku ne ndjejmë dhimbjet, edhe ne do të shërohemi. Tjetër është që do të uleni dhe do të mbani një ditar, për të cilën ju keni pyetjet tuaja, por unë do t'jap të pyetjet e mia. Dhe e para është që pyetja e parë që do t'i bëni vetes është: a jam sjell në mënyrë xheloze, në mënyrë hakmarrëse, në mënyrë dyshuese, ose me një fjalë, a jam sjell e pakëndshëm ose i pakëndshëm, pra sipas asaj që jeni mashkull apo femër. Tjetër, e dyta, a kam jetuar më shumë me frikë se sa me gëzim? E treta, a kam qenë i zymt dhe i errët, i përqendruar në energji të ulta? E katërta, a kam qenë mizor ose dinak? Dhe e pesta, a kam bërë seks se më duhej që të ndjehesha mirë me veten? Që të gjitha këto të uleni, të merrni një ditar dhe me qetësi gjatë gjithë këtyre 2 javëve, derisa të vi hëna e plot në shigjetar,
ju të ktheni përgjigje. Edhe në qoftë se nuk keni për moment përgjigje, zgarravit, por bëheni këto pyetje me qëllim që duke u bërë të vetë dishëm, nëse ju i jepni përgjigje këtyre, ju sigurisht që edhe liroheni. Tjetër, duke qenë se është koha e mrekullueshme, si që më tregova që është hëna e rritjes, hëna e zhvillimit, e lullëzimit, atëre edhe për ju kërkohet që t'jepni rëndësi edhe seksit tuaj. Pra është me të vërtet të bëjni seksi, po kështu kjo nafton edhe që të krijoj një ekuilibër midis përqëndrimeve të thella që ne bëjmë dhe kënaqësive debeluese, pra një ekuilibër. Pra ndërkohë që përqëndroheni, sepse sigurisht që ne do të vazhdojmë të kemi detyrime të jetës në çdo aspekt, dhe në këtë rast, se do ta vazhdoj në pjesën e dytë, është që ne duhet jemi, pra jetojmë dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm, por mbi të gjitha është dhe ajo që vërtet ne do të jetojmë dhe do të punojmë për të jetuar, por kur të mos jetojmë duke punuar, por të krijojmë ekuilibër në lidhje me kënaqësitë dhe jo të jetë një ekuilibër pra i atyre përqëndrimeve tona të thella për çfarë ne duam të arrijmë apo të tash, por edhe kujdes me kënaqësi debeluese, sepse shpesh ne duam të, pra ndjejmë që kemi dëshirë të kënaqemi, por edhe fillojmë diçka dhe e lëm. Pra kërkohet një ekuilibër. Asgjë të mos bëni se duhet, në qoftë se ju do të shkoni se duhet, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj. Ja po ja u them që ju nuk do të bëni asgjë. Por ju të ndjeni atë që ndjeni dhe ta bëni me kënaqësi atë që ju drejton shpirti me qëllim që të arrini në veten tuaj dhe ju tashmë dini që nëse ndiqni videot e Dianës, jo se janë të mia, por janë ato që me të vërtetë ju ndihmojnë, po kur ju them ju ndihmojnë, se nuk jeni ju tani të parët, kam shumë që kanë arritur veten e tyre dhe sigurisht ndjekin shpirtin e tyre, por kur mos harroni në këshill. Shpesh, që të gjithë ne, sidomos që pranojmë, pra jemi lidhur me shpirtin, ose kërkojmë të bëjmë diçka në lidhje me atë që ne dëshirojmë, në momentin që ne do të arrijmë, pra në momentin që fillon për të arritur në sukses, dështimi vjen. Pse? Sepse ju, apo kushdo që tjetë, ndihet mirë dhe pra si thua fillon bie në zonën e atije, pra çfarë do të thotë? Në atë që kujtojini vetes si ishit ku jeni, sepse çdo ditë shpirti ndryshon. Po çfarë ndodh? Në momentin që të gjithë kur hymë në fillim, askush nuk e dinte, asun që janë para jush, nuk e dija se çfarë është zimi i shpirtit, por ishte shpirti që ndinte dhimbje dhe kërkonte të dilte nga kjo situatë. Dhe sigurisht duke u dorëzuar, vazhdova edhe pse nuk e dija se ku do shkoja. Sepse që të gjithë e dini që ne as nuk ishim në botën ku ishim, por as nuk dinim se ku do shkonim. Megjithatë ne arritëm. Dhe ne arritëm që dhe tani një pjesë nga ju jeni kthyer në tokë, por çfarë ndodh? Një pjesë rrin, pra ndjen mirë dhe bie në zonën e atije, pra fillojnë dhe njerë si dikur, që të gjithë e dini. Pra në momentin që arrijet, jeni gati për sukses, ju dështoni. Por, tani që dua t'ju vë shënim, mbajni shënim. Kujtojni vetes, kur ju filluat, dhe vazhdoni deri në fund ashtu si filluat, ju kur nuk do të dështoni në jetën tuaj. Pse e them këtë?
jam para jush. Si fillova në fillim, jam dhe tani, po kur them si jam, moj me lutje, moj me afirmime, moj me dalje në natyrë, yoga, frymëmarrje, ditar, dëgjim muzike, e të tjera, ushqimin, në fillim sigurisht ne ishim të shqetësuar edhe biles disa mund të hanë më shumë, unë kisha që nuk kisha shumë oreks, sigurisht tani ha rregullisht me shëndetshëm, por e kam fjallën që e kam vazhduar apasapi dhe këto nuk i bëj se duhet, i bëj se i kërkon shpirti. Pra i kam dhe tani që do të thotë, arrita në 2 këmbët e mia dhe gjërat i bëj me kënaqësi, sepse është shpirti që i kërkon këto gjëra. Se u bën zakonet e mia, pra gjdo gjë apasapi. Kjo është bukuria që të kujtoni veten, ashtu si nisët në fillim, të vazhdoni edhe në fund dhe kur nuk do të dështoni, por do të arrini në bukurinë e jetës, për të cilën duke qenë se jeni dhe krijues, energjia nuk njeh mosh, ju do të arrini në rrugën e suksesit, për të përdorur këtë mantër dhe shkruajni, bëuni ndryshimi që doni të shihni botën. Pra, kur unë ju të gjithë bëhemi ndryshimi si ne duam të shohim botën, që të gjithë ne do të shohim botën të lirë, sepse kështu e duam, ne duam liri që të gjithë, ne duam dashuri, ne duam që të jemi pa konflikte, ne duam që të jemi pa grindje, atere. Le të bëhemi, pra kjo është ftesa për të cilën është koha, dhe është koha juaj, sepse është, pra jemi që të gjithë të thirrur, dhe në këtë rast bëu ndryshimi që doni të shihni botën, dhe kjo bukuri tash ka filluar me ju, por avash, hapasapi, duke qenë se edhe shenja e nënës plot është në akrep dhe udhëqet nga planeti Pluto, dhe tani do të hyjë në zonën e cila është me numrin 8, dhe numri 8 është shenja e akrepit, për të cilën e kemi që të gjithë ne, dhe zona ka të bëj me seksin, ka të bëj edhe me pra burimet financiare, pra me financat tona të përbashkëta, sepse ne jemi pra ku ndoshta në punë janë financat të përbashkëta, ndoshta në shtëpi financat të përbashkëta, pra kudo me financat të përbashkëta. Gjatë këtyre 2 javë kjo në anë sigurisht do të aktivizohet kjo lloj ndjeshmërie në lidhje me seksin, në lidhje me burimet financiare të përbashkëta, pra do të ndjehet. Dhe në këtë rast ka të bëjë me atë që duke qenë se është ënë plot, dhe është ëna e plot ka të bëjë shumë me energjinë mashkullore, pra me energjinë ndryshe quhet dhe yang, pra ka të bëjë me atë që duke qenë se është ndriçuar, na i sjell akoma dhe më shumë këto energji, këto emocione, na i nxjerr në sipërfaqe, dhe për ato që ju ndjeni në moment, pra që ndjeni që ju sjell, dhe sidomos 3 ditë para dhe 3 ditë mbrapa, por kjo nuk do të thotë që ju nuk do të vazhdoni me punën tuaj se si të veproni, pra me hënat e plota për të cilët unë nuk do ta bëj video, sepse e kam bërë, se si ju të veproni nëse doni ndjeni që duhet të falni, dhe që duhet të falni nëse nuk e keni vazhduar akoma, dhe në këtë rast falja bëhet sidomos në lidhje pra në lidhje me seksin, nga ana seksuale, por edhe nga ana e financave, qoftë me veten, qoftë me të tjerët, pra është tema në këtë rast falje për në lidhje me këtë temë. Mësoni që pra do të ndjeni emocionet në lidhje me anën tuaj seksuale, por edhe me financat tuaja, pra do të ndjenë këtë muaj. Ndërkohë të kuptoni, pra me anën e plot, ndërkohë mesazhi i nënësën është ka të bëjë me atë që ne duhet të gjejmë ekuilibrin
midis asaj që na jep jeta, pra çfarë marrim nga jeta, çfarë na jep jeta dhe ndërkohë dhe asaj që merr. Pra çfarë të jep jeta, por çfarë je duke marr. Pra ndërkohë të kuptoni që nëse nuk e keni këtë në ekuilibër me atë çfarë të jep jeta, pra çfarë ke konkretisht në jetë, dhe çfarë po i merr jetës, nëse nuk e keni në ekuilibër, atëherë kjo nafton që ne të vim në ekuilibër. Pra të arrini të analizoni çfarë jepni dhe a jeni duke marrë atë që jepni. Për arsye, pse kërkohet, sepse në qoftë se ju do të jepni më shumë, sigurisht do të merrni më pak. Pra ju thoni, wow, po ndihmoj shumë, si të marr më pak? Sigurisht që të gjithë jeni këtu, kemi bërë aq shumë, kemi dhënë energjinë aq shumë, po ku jemi sot? Pra çfarë morëm? Morëm më pak. Atëre, çfarë na tha shpirti? Mjaft është mjaft, shpirti është shpirt. Atëre, shpirti na solli këtu, që t'i japim vetes, të arrim në ekuilibër, sepse, thash dhe njerë, në qoftë se ne do t'i japim më tepër, ne do të marrim më pak. Dhe kjo ndodh, mbajni shënim, sepse ne shkelim ligjet natyrore të rregullshmërisë së rrjedhës së lirë të jetës. Pra, universi është energji, energjia hecë, nuk pengohet. Pra, në qoftë se ti jetë më tepër se ç'duhet, nuk mund të arri, pra, që të marrësh çdo gjë që ti jep. Nuk mund, po dhe si ta kuptoni është, si mund të afroj universi, pra pyetja, bëjni pyetje vetes, si mund të afroj universi një bollëk, pra për të cilët për gjërat e mira, në qoftë se unë i rifuzojmë pranimin e tyre. Dhe unë do t'ju jap një shembull që ta kuptoni më mirë. Unë gjithmonë dal në natyrë. Edhe bile se kam thënë një herë se jo çdo herë gjej njerëz. Ishte një burr i moshuar i cili ishte me karrocë, me këto që ecin me karroca elektrike, se nuk janë në gjendje që të ecin me këmbët e tyre. Dhe duke qenë se në këtë kohë të frymëzimit pranerës të nënës natyrë, po mblite ca lule, nuk ja di emrin e asaj lules, po mblite ca lule. Dhe unë isha në atë kohë duke kaluar, edhe me që pa shpirti im, mendoj që ta ndihmoj. Edhe jo aprova, i thash unë kërkoni ndihmë, se e pash që ai me karrocën me zi, ai bënte punën e vet. Edhe kur unë afroave, i tha, jo, nuk është nevoja. Sigurisht që unë nuk do ndihmoj njerëzit me zor, por nga ana ime ishta shumë, do me të ndjeva kënaqësinë për ta ndihmuar. Ndërsa ai nuk e pranoj, Çfarë do të thotë që ndërkohë që unë i ofrova ndihmë, për t'i dhënë ndihmë, ai nuk e pranoj. Pra në këtë rast unë jam universi. Pra universi më afroi personit, i afroj diçka që ta ndihmoja edhe do ta arrinte edhe më shpejt dhe më mirë, edhe nuk do ishte që të largjonte edhe energjinë, sepse edhe ishte edhe në karrocë. Pra në këtë rast është që ai rezistoi, pra edhe sigurisht që kjo është që ne japim më tepër, por dhe nuk marrim, pra sa më shumë t'japim, edhe marja është e pakët. Dhe shpesh ndodh ajo që ne i themi vetes, wow, sa shumë, sa kam bërë, edhe nuk ma di, edhe këto fillojnë ato debatet midis që më shpesh i kemi në për i ka, çdo individ i ka, jo unë kam bërë më shumë, se cili numëron ato të vetat, dhe kjo është janë ato që ju tregova pyetjet në lidhje me zemërim, në lidhje me xhelozi, në lidhje me dyshime, apo e gjëra tjera inat, pra gjithë energjit e ulta, duke mbajtur inat me njëri tjetrin, qoftë dhe brenda familjes. Gjithsesi, kjo është që ta dini. Tjetër na paralemron për një kohë të mirë,
për t'i kushtuar rëndësi problemeve financiare me qëllim që t'i jemi jo të shqetësuar, t'i jemi të kujdesshëm, pra në lidhje me bunimet tona financiare dhe të jemi kujdes, t'i japim shlyeri detyrimeve, borxheve, faturave çfarë kemi, me qëllim që t'i jemi të qetë. Sigurisht ju jeni bërë të vetëdijshëm që ne jemi të kënaqur me atë që kemi, kjo është mirënjohja, falenderojmë për atë që kemi, por jemi dhe të hapur për të mirëpritur, pra për të pritur surprizat e universit. Sigurisht që jemi të hapur, edhe kjo është ajo që edhe të marrim, por edhe të japim, pra jep dhe do marrësh, duke qenë ekuilibër. Ndërkohë është që po kështu na ndihmon edhe në këtë kohë edhe investim të mirë në lidhje edhe nga ana seksuale. Gjithsesi të kuptoni që jemi duke ofruar nëse plot dhe në plota zakonisht gjithmonë o gjithçka o asgjë. Pra jepini rëndësi kësaj zone për të cilën ka të bëjë me anën tuaj, pra seksuale dhe me burimet tona të përbashkëta financiare. Ndërkohë, ju kërkon që do të lini të gjitha problemet që keni në lidhje me çdo lloj pengese për të cilën ju bën ju që të mos realizoni dëshirat dhe ëndrat tuaja. Pra ajo që ju sjell në moment, pra që ndjeni që ju sjell në anë, që ju sjell emocionet, aty t'jeni të vëmendshëm edhe megjithatë kjo shtëpia me numër 8 ka të bëjë me atë që ndoshta do të ndjeni sipas asaj që jeni, pra sipas vdekje, rilindje, transformim, pra sipas asaj që ju jeni që të gjithë do ta ndjeni, sepse ana e plot është edhe atë që jep rezultatin tuaj, pra do ta ndjeni ku jeni sipas nivelit. Sigurisht po kështu në lidhje me faljen, në lidhje me mirënjohjen tuaj, pra do të dini se ku jeni dhe që të lirojni nga pengesat që ju bllokojnë, sepse pa hequr dorë nga pengesat, që të gjithë e dini, që të gjithë jeni unik, ju nuk mund të arrini atë që ju dëshironi dhe që shpirti juaj ju solli këtu. Tjetër është që të kuptoni që është e vërtetë që kur aktivizohet kjo pra anë plot në akrep me këtë temë, pra me është e frikshme, sepse sigurisht ju nuk do të shqetësoheni, por ta dini që në gjithë 12 shenjave ëna e plot në akrep është e frikshme. Gjithsesi të kuptoni që kur ne aktivizojmë dhe arrim të lirohemi nga këto gjërat, kjo nuk do, është njerë në vit, se njerë është në plot, është njerë në vit, po kur ne aktivizojmë dhe lirohemi nga këto gjëra, kjo nuk do të thotë që ju do ta ndjeni çdo vit, pra, por në qoftë se ju nuk jeni pra në armoni me seksin tuaj, nuk jeni në armoni me pra me financat tuaj të përbashkëta, pra nuk keni arritur në atë që në ekuilibër, sigurisht, pra në qoftë se nuk e trajtoni këtë temë, sigurisht që do ta ndjeni vitin që vjen, sepse ne duam apo nuk duam për të arritur në veten tonë të lartë, ne do t'i kalojmë të 12 temat e ënave të plota, dhe prandaj është një, jo vetëm të ënave të plota, por edhe ënat e reja, dhe prandaj është një bekim që ta ndiqni, pra nëse jeni të lidhur, askush nuk ju detyron, por është një mrekulli, sepse 70% është vetëdije dhe 30% është ajo që ju veproni për ato që ju sjell shpirti në moment. Sigurisht, unë nuk mund të bëj histori në çdo video, por të kuptoni që duke i ndjekur hap pas hapi, pra duke ndjekur me kënaqësi, nuk ju detyron njeri, vetëm me kënaqësi, për këtë po ja u them tani, vetëm me kënaqësi, sepse do shpirti juaj, jo se duhet e bën mendja, por me shpirtin tuaj t'jeni të sigurt që ju pas hapi do të ndjeni çdo ditë më mirë, edhe pse do të ndjeni herë mirë, jo mirë, këto janë të procesi dhe ti planoni,
se janë për të mirën tuaj dhe ju jeni në rrugën e drejtë. Dhe ju I dini tash, se ju nuk jeni vetëm. Ju gjithmonë jeni të supportuar nga nëna, nga ëngjëjt, mjeshtrat, kryeëngjëjt, sepse unë I them edhe në anat e reja, por edhe në anat e plota dhe duke vepruar apo edhe në lidhje me mësimet shpirtërore, gjithsesi ju jeni në rrugën e drejtë. Tjetër është ajo që kërkohet është ju do të përballeni po kështu edhe në lidhje me problemet me parat tuaja, që të gjithë ne punojmë, pyeteni veten, a jeni duke bërë atë punë që me të vërtet ka vlerë për ju, dhe nëse po, a jeni duke marrë sipas vlerës, apo jeni thjesht duke pritur se çfarë të tjerët ju japin. Pra jeni të vëmendshëm, a shqetësoheni për këtë? Sepse në fund të fundit të kuptoni një gjë, në qoftë se dikush nuk ju jep sipas vlerës tuaj, por ju jep atë që do ai, sigurisht që kjo është një, pra nuk jeni në ekuilibër, nuk jeni në atë që ju meritoni me të vërtet me vlerën tuaj, dhe mbi të gjitha të jeni dhe një person që të mos jeni të varur financiarisht nga të tjerët, por të jeni në gjendje që të jeni pra në financat të përbashkëta, pra të shikoni, të jeni sigurisht në ekuilibër, pra të sillni pra në lidhje me burimet tuaja financiare, me qëllim që të jeni në gjendje që dhe ju të paguani pra borxhet, faturat, pra të jeni në financat të përbashkëta, dhe kjo është me të vërtet që ja u kërkon nënahën, gjithsesi kur ju jeni me të vërtet që e keni aktivizuar këtë pjesë dhe e ndjeni që jeni pra si thua në financat të përbashkëta, si jepni pra një kudo në lidhje me punën sipas vlerës tuaj, për atë që ju jep kënaqësiu, po kështu në financat tuaja, me të vërtet, në qoftë se ju e keni aktivizuar këtë dhe jeni duke dhënë atë që ju jepni, po edhe I merrni, jeni sigurisht që ju me të vërtet ju e ndjeni që jeni në dy këmbët tuaja, dhe në këtë rast duke qenë se jeni në dy këmbët tuaja, ju do t'ju vinë gjërat me lehtësi dhe ndoshta ju vinë të ardhurat të papritura ose edhe trashëgime, pra që të gjithë janë unik, që të gjithë e dini. Gjithsesi, po kështu kjo në ere ju fton edhe në lidhje me pra të keni edhe nga ana seksuale, të investoni në mënyrë të shëndetshme, pra të jeni të vëmendshëm, të vëreni si që u bëra edhe pyetja, a jeni duke pra duke bërë seksin se vetëm e vetëm që të ndjehesh e kënaqur, gjithsesi që të gjithë pra për të kënaqur veten, pra gjithsesi këtu ju duhet të ishni dorë të gjitha gjërat që me fjalë si keni qenë dhe si me qëllim që edhe këtu në lidhje me anën seksuale të investoni dhe të është koha që të jeni dhe të bëheni seksi. Dhe sigurisht askush të mos të vini që është mosha, energjia nuk njeh moshë. Kur ju jeni dhe largoni pengesat tuaja, ju keni një trup të mrekullueshëm, sepse në shakrën e dytë, pra që është poshtë shkërtizës, ka të bëjë me atë që janë shakra emocioneve dhe shakra e seksuale. Gjithsesi, kur ju lironi fëmijën tuaj, pra lironi nga çdo pengesë, kur ju jeni sa më shumë në thellësi, ju në këtë kohë jeni edhe të lirë nga ana pra jeni krijues, dhe në këtë rast ka të bëjë edhe me seksi, sepse është tema, pra nga ana seksuale dhe nga ana emocionale, sepse është shakra, pra ju e lironi, dhe në këtë rast ju jeni krijues për gjithçka, dhe kjo është me qëllim që të arrini edhe në këtë drejtim për t'i dhënë marrëdhënies tuaj, vetes tuaj, apo dhe me
partnerin tuaj në krah, për t'i dhënë me të vërtet jetës kënaqësi, sepse në fund të fundit dhe seksi është ajo që krijon, seksi është një mrekulli, është që na liron, pra është ka të bëjë edhe me energjinë tonë që mos bllokohet energjia, dhe t'i bëni gjërat me qef dhe me kënaqësi edhe tamam ashtu si e meriton, dhe në këtë rast bëhet fjalë me dashuri pa kushte, pra thjesht është një mrekulli edhe në këtë rast kur ju e aktivizoni. Dhe sa më shumë ju të aktivizoni këtë, aq më shumë ju po ashtu ecni në ritmin e shërimit tuaj të çdo hëne. Mos harroni që duhet të veproni se si të falni, në qoftë se duhet të falni, dhe sigurisht që falja është që ju liron, ju shëron ju, sepse falni veten, por edhe falni të tjerët se ju lirojni. Dhe në këtë rast do të falni çdo që ju ka shkelur, pra ka shkelur rrugën tuaj, pra e zëm mora seksin që ndoshta ju nuk doni të bëni seks, po donte tjetri dhe ishe e detyruar ta bëje, mos e gjyko veten, s'ka asnjë gjë, çfarë iku, tani çfarë do të bësh që të arrish në një investim për të bërë seksi, gjithashtu për kush ju ka lënduar, apo kush ka shkelur një tabu e tjera, pra duhet të falni ashtu sikurse dhe duhet të bëni dhe minjoje. Kur mos harroni që për këtë unë kam bërë video, shumë video si të falni, si të jepni mirënjohje në lidhje me vetbesimin tuaj, në lidhje me konfidencën tuaj, në lidhje me parat, pra sepse në fund të fundit ne duhet të krijojmë një harmoni, jo vetëm nga ana shpirtërore, por dhe nga ana fizike, pra edhe sepse ne jetojmë në këtë realitet, pra gjitha kjo është pak a shumë do ta ndjeni në këtë anë, dhe ju lutem, unë nuk ju detyroj, unë ju tregoj, dhe këto janë mësime të mençurisë, mësimeve të vërteta të jetës, dhe në këtë rast na shëron që të gjithëve, dhe duke i dëgjuar dhe duke vepruar me kënaqësi për atë që ju sjell në moment, atë që ju ndjeni në moment, kur mos rezistoni, sepse në qoftë se ju rezistoni, ju detyrimisht e ulni energjinë, ulni veten dhe nuk arrini të rriteni. Dhe mbi të gjitha është që të doni veten, se është kur ju arrini të doni veten, çdo gjë ecën lirshëm. Pse? Sepse ju hapni zemrën. Dhe kur hapni zemrën, ju gjërat ju vinë lehtë, dhe në këtë rast edhe në anë ju ndihmon. Sido që të jeni, në çfarë do lloj niveli që të jeni, sido që t'i kuptoni, nëse jeni në këto video, bekojeni veten, jo se ja u them unë, po bekojeni veten, dhe herët avon, për një kohë, lërini kohë vetes, dhe do të kuptoni që do të çuditeni dhe do ja bëni wow, paska dhe një jetë tjetër. Sigurisht, kjo është jeta më e bukur e këtij shekullit 21 për të cilën jemi të ftuar që të gjithë të lidhemi me veten tonë, të duam veten tonë, të kthejmë energjinë në veten tonë, duke liruar gjithçka që nuk na shërben, dhe të hapim krah dhe të jetojmë jetën me bukuri, me fëmijët, me familjet, brenda shtëpisë tuaj, me familjet tuaj, me kolegë, me të gjithë botën, në paqe, në liri, në dashuri. Kjo është bërë dhe është ka ardhur dhe tashmë, është koha për ju, sepse është. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.